Shikoni sa I pastër është qielli. Ka një 2-3 javë që nuk po edhin me. U ndërpre kur sajdi u blokua, filloj të pastrohesh edhe qielli. Mi po më mbrapa filloj prap të kishte probleme. Dhe tash I ka 2-3 javë që s'ka me qielli është I pastër. Madje në të gjithë Evropën, në përgjithësi është I pastër. Pse ka ndodhur kjo? Si mendoni juve? E vrava mendjen dhe e kuptova edhe qielli në Amerikë është I pastër, siç më kanë thënë. Në Evropë nuk jam I sigurt nëse është ka 2-3 javë I pastër, po ka përmirësime. Edhe pse ndodh kjo? Mendoj që ka të bëj me qeverinë amerikane, e cila ka mbi një muaj pa fonde. Pra, sepse Kongresi ka bllokuar fondet e të gjitha agjensive të cilat kanë qenë jo në kontroll të Trumpit. Tash me një vendim të gjykatës kushtetuese para 2-3 javëve, u mor vendimi për herë të parë që të gjitha agjensitë që subvencionon qeveria, të cilat ishin totalisht të pavarura nga politikat që ndiqnin prej presidentit, gjykata kushtetuese bëri një përmirësim të paparë. Në 100 vjet kanë dashur gjithë presidentët ta fitonin këtë betejë me drejtësinë e cila ja kishte lënë kontrollin e financave dhe të politikave të agjensive shtetërore, ja kishte lënë deep state-it. Dhe këto agjensi nuk pirnin se kush vinte president. Kishin deep state-in, kishin Sorosin, kishin Rockefeller, të cilët komandonin politikat e tyre, ndërsa parat I jepte qeveria amerikane, e cila kishte në krye një president të zgjedhur nga populli, po që s'kish fuqi të menaxhonte politikat e agjensive. Pra 3 javë, 4 javë që kanë këto 35 ditë pa para, sot qielli është I pastër. Ja ku e keni një avion që lë një gjurmë natyrale. Për të gjitha koqet që më kundërshtojnë, që thonë çfarë thua. Kjo është gjurma që lë avioni, e cila zhduket pas një farë kohe. Kurse ato që janë me chemtraile dhe ndotin ambientin, gjurma e tyre nuk ndalon, është me kilometro të tëra dhe fillon për hapet duke krijuar disa llojresh të panatyrshme. Prandaj, të nderuar, dua t'ju them edhe diçka që në Kongres Amerikan është mbajtur një seancë e gjatë prej disa ditësh me shkencëtarë të ndryshëm, të cilët janë thirrur nga deputetët, nga kongresmenët republikanë për të dhënë shpjegime në lidhje me modifikimin e motit, në lidhje me sistemin HARP, në lidhje me chemtrailet dhe kontrailet. Qa ndodh dhe njëkohësisht janë disa shtete në Shtetet e Bashkuara, së fundmi dhe Florida, siç u kam thënë dhe në një pronësim më përpara, që e kanë ndaluar hedhjen e chemtraileve dhe kanë dhënë një bazë ligjore të fortë kundër atyre agjensive që shkelin ligjin në këto territoret e këtyre republikave, e këtyre shteteve amerikane. Tonk nga unë Alfred Sako.